me Nailin në një nga restorantet dhe tavernat e para, nga të para di, Nga të para të Zogaj. në Zogaj, para se të pyes Nailin se ka një histori super të bukur, shiheni se si duket taverna me çfarë pamje mbi liqen në Shkodrës, edhe me molin e ri të Zogajt. Aty tutje është mali i zi, shiheni, ato ishujt atje në fund janë të malit zi, tavolinat që si janë me pamje të gjitha nga liqeni. Restoranti është shumë i famshëm për tavën e krapit. Ne i lajt me mu mos mundaj. A krapi apo bostani? Kush është më i mirë? Krapi, tradicional. Edhe po hatë të spiç krap. Mas krapit po hatë të spiç. Jo, mas krapit ha me milësine. Tani po shkoj me, t'ju tregoj pak edhe krapin. Jam... Ja dhe taverna nga brëdhe. Sa vjetë ke? 19 vjetë? 19 vjetë. 19 vjetë ka që ka hapë. Ili, ja po hym, këtu kemi të spiçin, je doli krapi. Po. Tani, historia që do të gjoni shumë, doli krapi. Po, do dhe pak, Shife. Që ta dini ju Naili shefe ka grun, po restorantit e ka bu emrin e vetë. Tashti, po dalë t'ju tregoj historinë, se është shumë e bukur, kjo është kuzhina vogël, edhe duket sikur jemi në fund fare të kufirit Shqipërisë, se mbrapa vjen Mali i Zi, po dëgjoni tani historinë, pse them që është interesante. Ky burr këtu është i punësuar, i dy punësuar, po është i vetmi njeri në glob që është punësu 8500 km larg. Këtu ka restorantin Nailit vetin, në Kore të Jugut, në Seul, madje Nincheon në afër Në Sogdo, më saktë fare, afër aeroportit Seulit, ka restorantin e djalit. Histori e pa dëgjuar, tani ma tregoj çik historinë. Djali si iku prej këtej? Djali iku në Malt, Po? edhe punoj në një restorant në Malt. Në Malt? Në Malt. Po sa vjeç iku? Iku 16 vjetë e gjys. Sa? 16 vjetë e gjys. 16 vjetë e gjys iku në Malt. Iku në Malt. Edhe- Ate u njoft me një Korane, Po? ajo Korania erdhi për studime në Malt. Po? Edhe U njoft me të? U njoft me te, erdhen në Si Shqipëri. ta tha ty herë kur erdhi? Kur erdhi, jo, pa ardhën, më tha, bab, tha jam njoft me një Korane, a mund të thënë shtëpi me te, a në i hesh mirë, i thëm ti në shtëpi në vjen. Po, shkodran, pyti babën, ata sill nuse në shtëpi apo jo herë. Është vërtet. Se e kishe frikë se mos e thoshe ti jo, Jo, edhe? është vërtet. Ti Pastaj, dhe hajde hajde, erdhi. erdi Korania këtu, u knaq? U knaq shumë. Po shi qa pamje kishte. Edhe Imagjino kishte kur qef çoj vetëm çdo këtu, ja ditë. të flasin edhe kjo. Po, edhe çfarë kishte? Atëherë pëlqej shumë Shqipëria, i pëlqej ullishtet, i Aha. pëlqej gjithë çfarë që kishte veni. Shkodër me shtetit Shkodër, shkoshim gjithku me shtetit në përqenë gjithku, kërkon se pëlqejte vetëm Zogaj. Ma mirë se në Zogaj. Këtu në Zogaj do të bënej. Po. Çfarë historie. Edhe pastaj djali vendosi me ik, edhe? Jo, najti godi nga 5 muaj, ajo Se thonë Xuni se ko gjuhë e virusi, shqipe, po. nga filloi virusi e kapi këtu, najten këtu godi 5 muaj e gjys. Po pastaj? Banë martese, Po. edhe ikën në Kore. Edhe tani atje. historia fillon këtu ke Naili, edhe pastaj shkut në Kore, edhe? Atëherë, shkunen në Kore ato, Po, djali filloi punë një restoran. po. Mirë, po nuk ke i knaqur na ku diun, atëherë mori A ishte mësu me restorantin e vet, Po, edhe këtu. fiks. A i kishte marrë dhe Edhe- shkollë kuzhine këtu, a? Shkollë kuzhine këtu. Edhe? Po më fortave është kjo, se Korania ka marrë studimet në alta menaxherët të Samsungu, edhe ajo sot punon me çunin në restoran. Ashtu, a? Po, e Edhe vërtet. restorantin çfarë kanë çelluar restorantin? Amerikanët quajnë Koran. Ti ke qenë vetë në Kore? Po, tjetër. Keni qenë të dy, Po, a? po. Po ti edhe punon në restorant ku shkon. Punova kur shkova, unë nimova djalin. A thash, i punësuar 8500 km larg. Është i punësuar dhe atje edhe këtu. Është histori shqiptare e pa diskutueshme. Tani të pëlqeu Korea, të pëlqeu Korea? Më pëlqej shumë, po një gjë që më ka bërë përshtypje, që s'mpyti një Koran, çunin ose mu që po ti çodon këtu. Jo, Që Koran. punosha në restoran. Në kuzhinë. Në kuzhinë, Po. edhe s'pyti asnjë njeri për mu. Po i kishin ushqimet e mira Koranët e vet. Jo shumë të mira, se i kishin nuk shumë është me pikante. E kishin shumë pikante tani që dhe dini ju, Naili edhe bashkëshortja e kanë hapë restorantin 19 vjet më parë. Në atë kohë kishte turizëm fare, Ja, ja. Fare. Po për kë gatunit apo për Shkodran? Shkodran kam Shkodran. klientel shumë kam klientel të mirë Shkodran.
Edhe vendi është shumë i bukur, po në kohë të komunizmit ishte zonë kufitare. Zonë kufitare. Arratiseshin prej këtej? Arratiseshin shumë edhe janë vra shumë. Ty s'ka shku në men në herë të Ka arratis? shku në men, po kam menu vetëm për vllezën, për baben. Që ato do t'internonin dhe t'i shkatronin gjithë. Edhe hapët 19 Aja vjetë është, në parë bujtina e patët shpresi do ecte, apo e mendut? E fillume. Iniciativa ishte jemja. E jo t'jesh iniciativë. Normal, i ka është të hopin, sepse Edhe? tu mundën a me e bo, adin. Po. Sa si ka me ecë, i thash e bajun. Po më rat. Ka me e bo me ecë, adin. Ju bëni shërbimin, unë bëj gatimin. Po, Po edhe? kështu nisi edhe vazhdoj të ushtu punë për ditë e për ditë. Tani ka punë sa dush. Ç'të duhet luks, por nuk flitet për luks në këtë vend. Ushqimi Është është i turp mirë. flasësh për luks në këtë vend. Shive çfarë? Luksi vetëm i këtij vendi është kjo Unë nuk e pamje. krahasoj këtë Shifeni. vend me Korenë, as Jo një me vend Korenë tjetër mos e botë. krahaso fare. Ska shanse. Shifeni çfarë pamje që ka. Ishte i gjithë zogaj i mbush me turistë. Shife, ku ka tavolina dhe karrige që të hanë tav krapi, edhe historia është shumë e bukur, vetëm ta kalojmë. Neil, tani kanë ardhur shumë turistë? Shumë kanë ardhur turistë. Çfarë janë kryesisht? Edhe unë kam një natyrë që i pyes gjithë prej ka jeni. Nga janë? Po më shumë ka gjerman edhe francez. Po qa, e hanë krapin? E han. E hanë e grinë, ha? Italianët kam pas problem, po edhe italianët e kanë hangër. Edhe kam thënë sa është ka që i mirë. Kam thënë është i mirë se liçeni është i rrjedhshëm. Tani sa duhet krapi që të bësh tavën tamam? Çfarë peshe duhet ketë? Nuk ka rëndësi të pesha, po për punë të halave duhet me kenë pesha pak më e madhe. Që mos e pas hala me Që mos me pas hala, mos më të bëj. E sa kohë do tava e krapit, ajo tava që nxorr? 2 orë 3. 3 orë me bë tavën e krapit. Po. Edhe i tav krapi hanë 3-4 veta. Po, normal. Një tava që po vejtesh ishte për 4 persona. Do më thënë sa tava, e bëni me porosi? Po, vetëm me porosi. Në telefon se ndryshe nuk kanë, telefon klientët se do 3 orë tava e krapit që të përgatitet tamam, si që duhet. Sigur ka qenë si që duhet. Nga Vjerra. Nga Vjerra e ke trashëguar, ha? Po ju nuk dini. Ti e prej Shkodrë, Vjerra që prej Zogë. Ke marrë grush Shkodran. E ka marrë grush Shkodran edhe i ka bu lokalit emrin e vetë. Edhe i ati thotë s'po ta jap. Se është në katum. Po mendoj s'na u hek prej këtu. Tani, ju nuk e dini që veç tavës krapit, tu gjetëm dhe tespiç. Do ma tregosh pak tespiçin? Apo shkon po e merri sekond? Shive tani se po vjen tespiçi, po turistët se po më thej gjerman, francez, ka Gjerman, shumë. francez shumë. Po edhe amerikan, edhe azjatik, se azjatik ti kam edhe pak si ti ke edhe si tut tani se ke dhe nusën azjatik. Po fëmijët e tjerë? Fëmijët e tjerë të mitë. Po. Vajzën e kam në Angli, edhe ajo punon menaxherët e lokal. Ashtu, ë? Po, në Angli, në nërtëm. Po nuk vjen keq tani të kesh dikë dhe këtu. Ke gocën Gocën edhe çunin për shpirtin. Shiveni tespiçe. Shiveni Do të punoshim tespiçe. më shumë, do të lodhshim më pak, do kënaqshim më shumë, apo jo? Ky tashti është apeli i një prindi, po edhe unë them. E di që Shqipëria me turizmin ka aq shumë të ardhme sa ju se mendoni dot. Është Ka aq shumë të ardhme. Natyrisht doj çik durim se pak nga pak si shnisi, po kur prindrit e kanë nis, kur këtej nuk shkelte këm njeriu, edhe sot ju vinë amerikan, gjerman, francez, mos u mërzisni ju që e keni nis me amerikan, francez, edhe do shkonin gjitha. Te Naili, përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Në Zogaj, një mrekulli, shifeni dhe përpara për ta mbyllur tamam me pamjen e liqenit.